Qeveria gjermane do të miratojë javën që vjen një projekt ligj për kufizimin e bashkimeve familjare për disa grupe të caktuara. Miratimi në qeveri nuk do të thotë se projekt ligji do të futet në fuqi menjëherë, sepse një projekt ligj gjithmonë duhet të miratohet edhe në Bundestag dhe në Bundesrat. Por, bashkimet familjare, siç e thash, do të kufizohen për disa kategori në Gjermani. Unë në vazhdim do të shpjegoj detajet më të rëndësishme të këtij projekt ligji, por fillimisht dua t'ju kujtoj edhe një herë se pavarësisht bashkimeve familjare apo gjendjes që e kemi këtu në Gjermani, Zvicër e vendet e tjera, diaspora shqiptare mbetet kampione në dërgimin e parave në vendlindje. E një prej rrugëve më të mira dhe më të lehta për dërgimin e parave është ajo përmes institucionit financiar IBAS. Aplikacionin IBAS duhet ta shkarkojnë familjarët tuaj që jetojnë në Kosovë. Shkarkimi është vërtet shumë i lehtë. Merrni celularin tuaj, shkoni në App Store, e gjeni aplikacionin dhe e shkarkoni. Shkarkimi është pa pagesë natyrisht. Ndërsa ne që jetojmë në Gjermani, Zvicër dhe në vendet e tjera, nuk kemi nevojë ta shkarkojmë këtë aplikacion, por parat mund t'i dërgojmë direkt nga kontot tona që i kemi këtu. Parat mund të dërgohen pa provizion nëse pranuesi i parave në Kosovë ka marrë tarifën remitenca, premium apo integra. Ndryshe, personat që marrin këtë pakon integra përfitojnë edhe shërime spitalore në vlerë deri në 25.000 euro e mund të përfitojnë edhe kartelën Mastercard me të cilën mund të paguajnë gjithandej dhe të tërheqin parat në bankomat, por më së miri miq të dashur është të shikoni vetë linkun që po e shihni këtu poshtë dhe i gjeni të gjitha detajet, pra mund ta shkarkoni dhe i gjeni detajet. Ndërsa, sa i përket bashkimeve familjare, qeveria gjermane, siç e thash, ka filluar të zbatojë tani më premtimet parazgjedhore. Pas kontrolleve në kufi, këtë javë qeveria gjermane do të paraqesë dhe do të miratoj edhe projekt ligjin që kufizon bashkimet familjare për disa kategori, pasi që paracakohesh ka futur pra kontrollet kufitare për parandalimin e migrimit ilegal dhe menjëherë është zvogluar për 45% numri i ardhjeve. Por kujdes, bashkimet familjare do të kufizohen pra vetëm për disa grupe. Për 2 vite me radhë do të ndalohet bashkimi familjar për azil kërkuesit e refuzuar, si dhe për refugjatët që nuk kanë të drejtë qëndrimit të përhershëm në Gjermani. Ndërsa, bashkimet familjare për personat që janë duke punuar në Gjermani, me letra të rregullta, siç thuhet, pra edhe për shqiptarët që vinë këtu në Gjermani dhe punojnë normalisht me dokumentacion të rregullt, bashkimet familjare do të lejohen edhe më të tjerë, nuk do të ketë ndryshime. Të gjitha rregullat mbeten pra si më parë. Personat që kanë ardhur pas marsit të vitit 2024 dhe punojnë në Gjermani si punëtor të kualifikuar, mund të bëjnë bashkimet familjare madje pa pasur testin e gjuhës gjermane. Ndërsa, për punëtorët pa kualifikime, testet e gjuhës edhe mëtej janë të domosdoshme. Kuptohet përveç kategorive që nuk duhet të kemë me të cilat ju kam njoftuar. Bashkimet familjare për azil kërkuesit e rrajshëm dhe refugjatët me letra të përkohshme do të kufizohen pra për 2 vjet. Mediat gjermane kanë llogaritur se deri tani 1000 familjarë të grupeve të tilla kanë ardhur çdo muaj në Gjermani. Kjo do thotë se kjo praktike së shpejti do të marrë fund. Qëllimi i Gjermanisë është pra që të kufizoj sa më shumë ardhjen e migrantëve ilegal dhe të dëboj ata që nuk kanë të drejtë të rinë në këtë vend. Kufizimi i bashkimeve familjare do të jetë një prej masave që përshpejton këto procese dhe parandalon ardhjen e personave që nuk kanë të drejtë qëndrimit të përhershëm në këtë vend. Por të kuptohemi pra edhe një herë. Projekt ligji i qeverisë duhet të miratohet natyrisht, jo vetëm në qeveri, në kabinetin qeveritar, por edhe në Bundestag dhe në Bundesrat. Pra është një procedurë goxha e gjatë. Megjithatë, kufizimi pritet të ndodhë dhe atë bukur shpejt. Unë me siguri që do t'ju njoftoj me të gjitha detajet në ditët në vijim, ndaj mos harroni ta shpërndani këtë video dhe të abonoheni në kanalet e mia, sepse kështu ju vijnë informacionet gjithmonë në kohën e duhur. Ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim së shpejti.